tha ajo. Dhe për fund flasim për pak sport. Kanë përfunduar 2 ndeshjet e sotme të Superligës së Kosovës, ku u zhvilluan përballjet Ushtria Malisheva dhe Drenica Dugagjini, cilat u transmetuan në platformën Art Motion. Spektakël u dhurua në takimin e parë, ku realizon heq më pak se 7 gola. Malisheva në kampin e nacional të FFK-s në Ajvali mposhti Ushtrin me rezultat 6-1. Krenar Dulaj e hapi serinë e golave në minutën e 5, golin e dytë e shënoi Kreshnik Uka në minutën e 35. Për 3-0 shënoi kapiteni Dreni Kryeziu në minutën e 52. Uka realizoi sërish për 4-0 në minutën e 64. Goli 5 u shënua nga Laurent Gjylani në minutën e 72. 4 minuta më pas, Mark Busha shënoi për 6-0, ndërka që golin e vetëm për Vushtrinë e realizoi Dion Saiti në minutën e 86. Ndërsa në Bajram Aliu, Drenica dhe Dugagjini e përfunduan takimin pa gola edhe pas 90 minutave të ndeshjes. E vëmendje të veçantë, sigurisht që ka tërhequr prania e trajnerit njohur gjerman Felix Magath, i cili ishte në stadion për ta ndjekur nga afër këtë përballje. Goditja aty në qendër, drejte në portier. Para se të ndohemi, kujtoj edhe një 2 nga ngjarjet